Kështu si ka ardhur puna, e vetmja zgjidhje për Shqipërinë është e vetmja zgjidhje që të kënaq gjitha palët. Në fakt, ka ardhur koha për një trojkë në Shqipëri. Trojka, për ata që se kuptojnë, është ndodh në vende kur ka kriza, po themi kur ka grusht e shteti, kur ka rënje të qeverive, ose fundi një tranzicioni politik si që është Shqipëria, ka një tranzicion që nuk mbaron, i stërzgjatur, dhe kur kemi qeveri super majorancë me pushtet të përqendruar në duart e një njeriu të vetëm, siç është sot Shqipëria. Pra Shqipëria sot është në gjendje kolapsi politik, pavarësisht se fuqia e pushtetit, fuqia e Edi Ramës është e madhe dhe nuk e lehtë për të shohet në media këtë situatë, po situata e tillë është. Do të thonë krimi i organizuar, narkotrafiku, korrupsioni, arroganca e pushtetit e kanë kapur përfyti shtetit. Drejtësia është e paaft që ta zgjidhë këtë. Edhe ne po e shohim, edhe me rastin e Ballukut, po ta keni parë, tha Rama sot, që nuk ka nërmend me lëshu Ballukun, po fusim brenda edhe pjesën e lojës që po bën lojë. Po nuk ka nërmend. Tani pse s'ka nërmend? Ai që s'lëshon Ballukun, ai s'ka nërmend me lëshu as qeveri teknike. E vetmja rrugë është të krijohet një trojkë ndërkombëtare, domethënë po e marrim si shembull një amerikan, një gjerman, apo edhe një italian, të qeverisin Shqipërinë në një afat një vjeçar, edhe ta fusin shtetin në shina demokratike. Pra të bëhet të hynë njështish në shina demokratike, se kemi dalë fare, jemi jashtë. Nuk ka më mundësi Shqipëria të bëjnë zgjedhje me këtë lloj forme që ka instalu Rama këtu. Edhe kjo nuk vjen për fajin e opozitës, se shumë njerëz thonë jo po opozita, jo po kështu apo ashtu. Nuk ka çaj bë më opozita këtij, do thonë. Njerëzit kanë ikë, njerëzit i ka shpopullu, kanë ikë. Ata njerëz që nuk janë të pakët që dalin nëpër protesta, e kanë të pamundur të krijojnë gjendje tensioni, sepse ky e ngren alarmin nëpër ndërkombëtarët, se i blenë, i pagunë, i ashtu të gjithë ata, dhe thotë është e dhunshme, opozita është kështu, është ashtu. Pra e ka asfiksu reagimin ky. Dhe të bëhet një trojkë. Si do vinë trojka, do thoni ju? Trojka duhet vinë përmes një rezistence fort bllokuese nga qytetarët në protestë. Ndaç protestën, merrni protestën e 10 shkurtit që do dalë opozita, ndaç protestë tjetër. Se sot Edi Rama kontrollon qeveri. Edi Rama kontrollon drejtësi. Mos e harroni këtë, mos u merrni me budalliqet që shkruajnë ignorantë nëpër rrjetet sociale, nëpër ato. Spaku që jemi sot në këtë situatë me Belinda Ballukun është faji i gjithë i Spakut. Spaku nuk e kërkoi qëllimisht arrestimin fillim të Belindës, por kërkoi pezullim për t'i dhënë dorë Edi Ramës një mundësi që të kapet pas një fije të hollë të vërtetet të tij. Se aq do ai, sa të kapet pas një fije të hollë dhe pastaj e zgjidh vetë siç e zgjidhi. E futin kolaps gjykatën kushtetuese. Edhe tani nuk e çon ai në parlament, nuk e çoi thot në parlament, do vazhdoj betejën. Pse? Se thot gjykata, pavarësisht se pezullimi i Ballukut është në fuqi, thot gjykata kushtetuese thot nuk ka marrë vendim. Ose ka dalë 4-4. Unë po e maj të pezulluar. 2 masa njëkohësisht nuk kam pse i maj, thot. Një po maj pezullimin, me që ajo drejshi, gjykata kushtetuese më tha kështu dhe unë po e lë kështu. Ka dhe i thelb tjetër që do e bëjnë edhe më emergjente këtë që po them unë, një qeverisje në një trojke, vendimi i atyre 4 antarëve të gjykatës kushtetuese që sot shpallen si heroj që gjoja kanë votu kundër Edi Ramës, ata i kanë futur golin shqiptarëve në favor të Ramës, me Gent Ibrahimin krye. Ata i kanë thënë, vllai dashur, shkon në rrok kushtetutën.
Ato do Edi Rama që ndrojnë kushtetutën, ndrojnë kodin penal, gjoja po mbroj ekzekutivin nga sistemi i drejtësisë, dhe sot ai ka dhe numrat që ta ndrojnë kushtetutën ta bëjnë si dojë. Pra për të mos shku këtu, protesta e 10 shkurtit duhet jetë shumë e fortë, e vazhdueshme, edhe kjo qeveria teknike më mirë tjetë një trojkë ndërkombëtare, se një lloj janë këta edhe kur të bëjnë qeveri teknike, një lloj se ai prap ka numra në parlament, edhe do përpiqet të shpëtojnë. Kurse me një trojkë ndërkombëtare që është e barabartë, është mbi palët, ne ta kërkojnë mbi palët, se do e kërkojnë të dyja forcat politike, PD-ja me PS. Le të vini trojkë, trinja i vit, qeverist shoh se si funksionon shteti këtu, si funksionon drejtësia, si funksionojnë hallkat e tjera, zënxhir, parlamenti, funksionin e presidentit, pra që i kemi gjitha jashtë korësisë demokratike. Ti shoh, to ta marrë në dorë këtë çështje, edhe mbase hyn në shinat e drejtësisë, se rrugë tjetër nuk ka, domethënë shifeni si vjen çdo ditë më shumë, as fiksohet demokracia. Ai ka numrat, domethënë i mori si i mori, me të vjedh me i ka marrë numrat, nuk ka absolutisht ai smirte më shumë se 65-6 deputet Rama po të kishte zgjedhje ndershme, por i vodhi i mori dhe sot është fakt. Kështu që kam përshtypjen, mund duket diçik si e rënë, se do thonë po është situatë lufte, jemi më keq se në një situatë lufte, jemi më keq se grushti i shtetit ka ndodhur në fakt, sa ai nuk e njeh gjykatën kushtetuese. Ai nuk e njeh parlamentarizmin, sa ai nuk i le as drejt opozitës në parlament, as kërkojnë komisione hetimore, i thot po desha hajde ke kjo reforma, po desha mos hajde se unë e bëj vetë se i kam votat, pra e ka asfiksu parlamentin ai. Ekzekutivin po dihet. Kështu që e vetmja zgjidhje ngelet një trojkë ndërkombëtare e barabartë për të gjithë, edhe pse jo, dhe ndoshta po duhet me e fut në Europë, ta fusin vetë. Një trojkë evropiane, mos vim këtu thotë, po keni bërë progrese, i kënaqur me femra, me lekë Edi Rama ata, dhe sa herë vin këtu progresi thonë dhe ikin, edhe na lën prap pas dere. Kështu mendoj unë.